thoshta ka jashtë. Vetëm unë... Se ta mrenda gjithsesi s'na dojnë. S'na dojnë. Me ndëgjo pak, Ardit. Vetëm Afrika na dojnë. Unë nuk me vjen keq dale... Nga interesi. Unë nuk me vjen keq dale jashtë. Unë jam pa gjuha, romune, një shteti... Me stilim është shumë, ekstra. Fokusohu te publika. Unë vetëm kam frikë, unë nuk do poj që sharake, ose që ignorante, vetëm sepse unë qëtëso. Unë do folë, po. Nuk të bëni ignorante fakti që ti hesht. Po, me thanë banoret. Ajo është mendimi i tëne. Nuk do me thonë që është i sakt. Nuk do me thonë që është korekt. Se mvaret për çka zgjedh njeriu me hesht. Nëse hesht në diçka që nuk ja vlen me u përgjigj, atë nuk je ignorante. Po tregosh e mërçme, clever one. Në lo mesa, jo, pero, unë nuk fute këtu. Unë nuk fute, Dolce. Nuk e di, nuk fute une, come on. No problem, it's not a big deal. A jetun kupto? Prandaj mos e merr gjanat bukfalisht. Po. Edhe mos e lodh vetëm pa nevojë. A jetun kuptu? My problem nuk është dalit e shtëpia. My problem is I don't want to dalit e shtëpia. Se she's stupid, she don't know to talk. Vetë që kanë thonë. What if they bully me for the gjuha outside? Kush mundet me të bullizu për gjuhën? Kërkush nuk bullizon për gjuhën? Absolutisht nuk është e vërtet. S'mundesh me fol diçka që se din. What if they bully me because I don't learn? Jo, besom që jo. Isha du muj këtu. Nuk ta bojnë. S'kam forca për debate, sepse s'kam gjuha shqipe perfekt. Nuk ka lidhje, kjo deri në një farë formë është arsyeshme. Edhe unë e kom thonë këto prej fillimit. Edhe kjo është një fakt. Se ti nuk po e bën me qëllim, po ti po mundohesh me mësu gjuhën shqipe në mënyrën tënde, në mënyrën më të lehtë. Se gjuha shqipe është shumë e vështirë. Edhe na që jemi shqiptar, po kemi probleme me gjuhën shqipe. E lene moti, mos e kap atë si detaj. Këtu jemi shqiptar, ta kom thonë dhe po ta përsëris edhe një herë. Dhe që po duhet me përkthy një fjalë prej shqipes në shqip. Me të njëjtin kuptim e njëjta fjali, me shqiptim ndryshe. A jetun kuptu, është gjuhë shumë e vështirë që nëse kërkot me që ta flasim 100% gjuhën letrare, do të ishte shumë problem. Se nuk do të lejoheshin dialekt. Edhe na, që është gjuha jo namtare, bojmë gabime. Edhe ju që jeni rumun, po bëni gabime edhe në gjuhën rumune. Dhe se cili popull flet në verzionin e vetë, flet në dialektin e vetë, ka dialekte, nuk flasin të gjithë gramatik. Ka 100.000 varianta të shprehurit, njëra se si e flasin gjuhën. Ti mendojnë me dali shumë keq. Mos u kap te puna e gjuhës. Se edhe publiku është shumë i vetëdijshëm, është shumë i vetëdijshëm, dëgjoj me vëmendje, është shumë i vetëdijshëm që ti po mundohesh, ti nuk e ke injoru gjuhën. Ti e mundu me mësu fjalë, ti ke pyet për fjalë. Ata kishe injoru, kishe forgja gjithë kohës në gjuhë angleze, edhe me justifikimin me dhe me ku njëm rumun edhe nuk du me mësu, ose pranom një, ose mos e më pranon një, unë e flasën këtë gjuhë, ti mo ti kështë dalë për këtujt. Se normal, je në shtet shqiptar. Dhe gjëja e parë që duhet të respektu, është gjuha, se vetëm gjuha është forma ma e mirë dhe drejt për drejt e komunikimit. Dhe ti e mundu, ti po të regon interesim, ta shtjetu fol me një person që unë e di që e mundu. Edhe për komunikimin bazik, esencial, ti gjindes shumë mirë, se për ndryshe qysh ishe marrë veshti. Okej, kemi përdore dhe fjalë të huja, edhe si që sa ma shpejt marrë drejt, dhe me thonë kuptimit fjalis. Po ama, je mundu me folë në gjuhë shqipe. Nuk është që je të regu ignorante saj përket. Edhe këto publiku e vlerëson. Edhe të relape nëse i thu shqip. E vlerësojmë na. Na jemi shumë mirë njës, kush na respekton gjuhën, kush e shofim që me të vërtet
mundohet. Kishte Se ti ndryshe ma ti për këtu të kështë fluturu. Kishte motive në mirëni, I feel, how it's I feel? Ndjehem, Unë ndjehem. ose ndjej. Unë ndjej shumë mirë. Ndjehem këtë rast. Populli shqiptar është shumë drejt me mu. Unë nuk Vetë fakti që ti boni 2 muaj këto, populli shqiptar e ka një të mirë që haku nuk janë, jam ati që i cili në këtë rast e cila je mundu. Pra po këthemi të gjua, që ajo përpjekja jote, që ajo përkushtimi jote, që ajo interesimi jote për me mësu fjallët, prej ditës në ditë, të kanë bajtë që to. Se ke dash me u integru në botën tonë, në kulturën tonë, të paktën mrenda që këtu jetë, edhe kjo realisht ka ndihmu. Ta ka zbut qëndrimin tënë këtu, ta ka bot mundshme, ta ka leju qëndrimin tënë këtu, për vetë faktin që ti je involvu me fjalët esenciale në gjuhën tonë, amtare, për neve jo për ty, e cila është gjuha shqipe. shqipe. Dhe prapë po ta thëmë njerë, dhe mësu kapë të kjo puna e gjuhës. Është gjuhë njëra ndër gjuhët më të vështira në botë. Është gjuha më e bukur, dhe këtu nuk ka diskutim. Gjuha shqipe o gjuha më e bukur. Po në të njëjtën kohë, është edhe shumë e vështirë. Si gjuhë është shumë e vështirë për tu folë. Jo çdo kush mundet.